Mamdani i do shqiptare dhe ai e bën shqiponjën kudo. Ka qenë fotoja e Arlind Lelës së bashku me kryetarin e ri të Bashkisë së New Yorkut që bëri xhiron e rrjetit dhe u kuptua që midis tyre ekziston një miqësi e veçantë, sepse sa herë shihen përshëndetja e tyre është kjo. Pa ke tepruar, në fakt, me thënë drejtën, do me thënë, sa herë me taku ty, me ta bë kështu kolegë, do na marrë për budollën Tiranë. Arlind, mirë se erdhe. Mirëmëngjes nga ne. Faleminderit që qëndron në orë të vona, sepse nuk është as fushat tash, fushata mbaroi, keni drejt që dhe të relaksoni. Po. Arlind, kjo foto u bë virale shumë në fakt, edhe Disa mërzit serbët për këtë foto, apo? Në Shqipëri nuk është se kaloi lehtë, u vure. Ne kemi shumë, ishte pikërisht kjo foto në mos një tjetër, sepse gjitha fotot ju kështu i keni duke bërë flamurin shqiptar, duke bërë shqiponjën. Si qëndron e vërteta e miqësisë suaj? Vërtet jeni kaq miq të afër sa mediat ju kanë etiketuar? Po, Zoran Mamdani është një miq shumë për shqiptar, na e don shumë, edhe me punën që ne mbështetim. Po, së di ka një gjë të veçantë me shqiptarët. Se di çka është, çaj të rjekim ma shumë, po është një kënaqësi dhe Mamdani gjithë ku më sheh me shqiponjën lart. Ai shqiptarët i ka njohur nga ty apo më herët? Jo, më herët, se tani veç sa i kom thënë se jem shqiptar, me një e ka ditë që me bë shqiponjën vetë e ka bë. Shumë bukur është. Do më thënë, a duhet jemi të bindur ne që nuk ka qenë thjesht një gjest të themi kështu, i shkurtër, i kanak, kalimtar, vetëm për fushat. Pra, si i kap shqiptarët unë me shqiponjë, si i kap sërbët me tregishta, si i kap Azerbajxhanët me... Pra, mos ka qenë një gjë e kështu, apo, a i ka memorje për shqiptarët, e di ku bie Shqipëria, e di se si janë shqiptarët, më thënë, cila nga të dyja që ndronë? Po, a e di e një shqiptarët se është, që me thanë, i rritur këtu, ka artu 7 vjetë, është rritur në Queens, ku ka shumë shqiptar, si me thanë ka punu, i qytetit tonë, din shqiptar, ka shumë shqiptar në përmes New Yorkut, Queens, Bronx, Staten Island, Brooklyn, kudo që jenë ka shqiptar këtu. Okej, në vlerësimet tuaja dhe në statistikat që kanë dalë, mendon që shumica e shqiptarëve e kanë votuar Zoran Mamdanin? Nuk e di për momentin, po e di për vete që e kam votu, po. Ti mendon që ai do të bëj mirë për New Yorkun dhe a ishte kjo vot gati plebiscitare, mund ta egzagerojmë pak në kuptimin që ishte një vot ndoshta edhe e papritur, a ishte një shuplak për atë që New Yorku ndjen për qeverisjen e Donald Trump? Të besoj, New Yorku veç ka dash dreshim. Ka marrë ma shumë për 1 milion vota në New York, s'ka ndodh, para shumë vjetë s'ka ndodh kjo, kemi dash dreshim të ndryshëm, një frymëzim edhe kika qenaj. Kur jeni takuar bashkë, çfarë ka thënë? Duke që kanë qenë takime të shkurtra, por në këtë video që ne po shohim një fjalë apo fjali që të ka mbetur në mendje dhe ke thënë vërtet ky bën ndryshim. Ky do bëj ndryshim. Se kemi shumë për të ardhmen, jemi taku përmjet punës. To jemi një përfaqësues si punej me sindikatën 32BJ, edhe pas si u bë kandidati demokratike, së di gjithmonë ka ardhur dhe sa ma ka po, kanë thënë kena shumë me bë për të ardhmen, kena shumë me bë për komunitetin tonë. Qish me bë shqiptar, se me tha, me pas një za në komunë për që ke qytet, se ka shumë shqiptar këtu brenda qytetit New York, edhe duhet një za për ne, si me tha, me folë. Sindikata ku punon ti Arlind, me çfarë merret kryesisht? Ne jemi përfaqësuar, i mbrojmë të drejtat e punëtorëve të pastrimeve në New York. Unë jem, si me thonë, pjesën e komerciale, zyrtar të New Yorkut. Edhe i përfaqësojmë edhe punëtorë pastruesët, si me thonë, si punën në ndërtesat rezidenciale, aeroportat, edhe sigurim të ndërtesave. Pas fushatës dhe pas shpalljes së fitores, a jeni takuar më, keni biseduar se si shkuan zgjedhjet, sindikata juaj, sa votoi? A keni bërë një mbledhje? Jo, për atë natë si fitoj ishim, si me thonë, në festën e ati atë mbrëmje atë, për tha kemi ma shumë për të ardhmen.
Tani, me që je votues, më përgjithësi kam përshtypjen unë se shqiptarët kanë votuar në krah të kundërt. Shqiptarët e Amerikës janë më domethënë si më republikan duken, domethënë, por nejse. Me që je votues, çfarë pret prej ti? Domethënë beson megjithmend që do ketë shëndetësi falas, autobus falas, do ketë ja marrin pasurë, japin varfërve, qirat e shtëpisë do ulen e kështu gjërash, apo hajt më mos e fushat? Jo, nuk e di a mund t'i arrit dot, po e di se ki ka me luftu gjithmonë për njërin normal, si është i mesatarja, si nuk ka qatë shumë. Ki ka me luftu, a mund t'i përballon të gjithë sfidat? Nuk e di, pritet, a ka me u bo ajo. Po e di se ka me luftu për çdo pikë si kur e takon Zoran Mamdani është pikë ta jep qatë Thjeshtësi. vullnetin që mundet me bo. Po. Domethënë ti ke besim tek thjeshtësia e tij, te mënyra se si ai komunikon, domethënë si qesh, si Dhe i përqafon. ri koleg në moshë, është vetëm 34 vjeç. 34 vjeç dhe patjetër duhet Po t'i kështu kthejmë sytë nga rinia. është një çik tip komuniste apo? Apo tani kështu thon të gjithë. Jo, pra. Jo, ajo është një propagandë se opozita, si më thënë, s'ka pas as vizion, as një plan, për veç sulmen për moshën, për fejen, që e premtime falsë që shkanë thënë. Po ki ishte i vetëmi si ka pas tamam vizion për New Yorkën dhe për ne, si më thënë, njëri normal që jeton në New York. A të ka thënë sepse i do kaq shumë shqiptare, sepse me thënë drejtën, në për rrjetë Ndoshta i do prej Arlindit. Nuk kam parë në një komunitet tjetër që ti ketë bërë kaq shumë, ti ketë treguar kaq hapur dashurinë dhe simpatinë për këtë kombë. Po, kur i kom thënë se të kërkemi folë, veç më ka thënë se i donë shqiptarë se jenë shumë punëtor, jenë njerëzit familjar, edhe tu në New York jenë shumë pronar të bizniset të vogla, që ato bizniset vazhdojnë qytetin me ecë për para. Edhe që ato duhet me i mbrujt ma shumë, që ato jenë marrën rrezik tu. Në për këto komunikimet e pakta që ju keni patur, a e ka shprehur dëshiren për ta vizituar pas sa kohësh mbase Shqipërinë? E sa dali Lali nga Durrësi? Se kemi bisedu hala qatë punë, për inshallah në të ardhmen, që ajo është, si me ta, misioni jem me pru Mamdanin në Shqipëri. Tani që kemi neve shqiptarët, kur afrohemi shumë me një nga ana politike, dëshirojmë të ndrojmë ndoshta dhe punë, të shkojmë ndonjë sektor tjetër. E ke menduar të lëvizësh nga shoqata, sindikata ku ti punon, dhe pse jo? Të shohësh gjë tjetër. Jo, puna jem ku jem, si me ta, jem shumë i kënaqur, jem shumë i kënaqur kur i mbrojt drejtat e punëtorëve. Nuk është diçka as ma shumë, as një interes të akshu, për veç është një frymëzim se mundë me pa një vizion tjetër. Arlind, a e di që kjo foto e jote ka shqetësuar shumë fëmijët tanë serb,